Tre operacione të zhvilluara brenda 24 orëve nga policia e Vlorës dhe strukturat vartëse kanë çuar në arrestimin e 3 personave të dyshuar për armbajtje pa leje, vjedhje me dhunë dhe transportim të palishëm të personave drejt Greqisë. Operacioni i parë, i koduar Pasagjeri, u zhvillua nga stacioni i policisë Dërmi në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponja. Gjatë aksionit u arrestua në flagrancë 26 vjeçari me iniciale DM, banues në Babru, i cili udhëtonte si pasagjer në një taksi. Gjatë kontrollit, policia i gjeti një armë zjarri pistolet me krerë dhe fishek, të cilën e posedonte pa leje. Arma u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në një tjetër operacion të koduar Thirrja, policia e Delvinës, në bashkëpunim me komisariatin e policisë Sarand dhe forcën kombëtare të sigurisë në Fier, arrestoi 31 vjeçarin me iniciale EZ, banues në fshatin Van. Sipas hetimeve paraprake, ai dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj një punojësi të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe i ka marrë automjetin e kompanisë. Mjeti u gjet nga policia dhe ju rikthye subjektit me urdhër të prokurorit, ndërsa gjatë kontrollit fizik ndaj të arrestuarit u sekuestrua dhe një thik. Ndërkohë policia kufitare e Sarandës finalizoi operacionin Bariera pranë pikës së kalimit kufitar Qafbot, në prangara 30 vjeçari me iniciale MQ, banues në Belsh. Ai dyshohet se transportonte me një automjet tip Volkswagen 5 persona, 4 shtetas shqiptar dhe një shtetas nga Kosova, të cilët synonin të kalonin në mënyrë të palishme drejt Greqisë për shkak të kufizimeve që kishin për lëvizjen në hapësirën Schengen. Materialet procedurale për të 3 rastet janë referuar prokurorive kompetente, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të veprimtarisë së tyre dhe identifikimin e personave të tjerë të përfshirë.